A është në një lidhje me Sara Berishën? Kjo deklarate e DJ PM na konfuzoi pak. DJ PM foli për jetën e tij romantike, për të cilën gjithmonë është treguar shumë privat, pa e përmendur asnjë moment emrin e Sara Berishës, me cilën krijoi një lidhje gjatë edicionit të parë të Big Brother Albania, dhe deri më tani nuk ka folur për një ndarje pavarësisht aludimeve. Pranoi edhe një herë që se nuk i pëlqen ekspozimi i jetës së tij sentimentale publikisht në rrjetet sociale. Unë jam pak më i tërhequr prej vëmendjes ekspozimit të lidhjes në rrjetet sociale. Nuk e preferoj shumë atë pjesë për të dalë, për të bërë, por jam shumë mirë. Në fakt, jam tepër mirë. Nuk është e qartë nëse tepër mirë nënkupton e kam një partner dhe jam i lumtur, dhe nëse ajo është Sara, apo jam beqar dhe po aq i lumtur. PM theksoi gjithashtu se preferon t'i mbaj marrëdhëniet e tij private për shkak se nuk dëshiron që çdo gjë të publikohet ose të interpretohet nga njerëzit. Kur u pyet nëse preferon një lidhje private apo publike, ai u përgjigj qartë: private, në fakt shumë private, 100% private. Pas daljes nga shtëpia e Big Brother, PM dhe Sara vazhduan të shfaqeshin bashkë në evente, udhëtime dhe rrjete sociale, por gjithmonë me rezerva. Megjithatë, gjatë muajve të fundit dhe në ver të vitit 2025, u vure se dyshja nuk po postonin më me njëri tjetrin, gjë që solli aludime për një ndarje. Vlem për t'u thënë se pavarësisht këtyre spekulimeve, ata vazhdojnë të ndiqen në Instagram dhe të pëlqejnë postimet e njëri tjetrit, gjë që lë të hapur mundësinë që marrëdhënia po vazhdon thjesht plotësisht larg vëmendjes publike. Ky qëndrim është në vijim të mënyrës se si DJ PM gjithmonë ka trajtuar jetën e tij sentimentale me rezervë dhe shfaqje minimale, edhe pse ai nuk konfirmoi ndonjë ndryshim konkret në statusin e marrëdhënies me Sara Berishën. Gjestet si ndjekja dhe pëlqimi postimeve të njëri tjetrit tregojnë një formë komunikimi mes tyre.